Gur të gjallë, një program jetë ndryshues. Ne na ka dërguar Jezus Krishti, na ka dërguar në këtë botë të kryem misionin e tij, shërbesin e tij, të shpallim ungjillin e Jezus Krishtit, të shpallim se ai është këmbi i jetës. Mbi te duhet themeluar jeta, jo mbi pasurinë, jo mbi karrierën, jo mbi lavdinë tënde, por mbi lavdinë e Jezus Krishtit, mbi këtë shkëmb. Le të gjejmë shpresën, kuptimin, besimin te Krishti, guri i themelit. Mesazhe nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut, që vijnë çdo ditë në familjet tuaja në orën 18 dhe 10 përmes valve të Radio Emanuel. Le të ndërtojmë jetën tonë me gur të gjallë besimi, të themeluar në gurin e qoshes, Krishtin. Gur të gjallë, si të jetojmë çdo ditë për Krishtin. He is Alive nga grupi Third Day ka qenë ky propozimi parë muzikor që startonte programin në ditën e sotme në këtë të diel të Pashkës dhe në këto momente në studio është bashkuar i ftuari për sot pastor Urtan Kollonata nga Kisha Fjala e Jetës këtu në Korçë. Urtan, përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku në ditën e sotme, së pari gëzuar Pashkën për ty dhe familjen tënde. Përshëndetje Kela, faleminderit për ftesën. Gëzuar Pashkën ju dhe të gjithë dëgjuesve të Radio Emanuel që janë duke na ndikur në këto momente. E uroj shumë bekime nga Perëndia në jetën e secilit. Të falenderoj dhe është një kënaqësi e veçantë që të jemi së bashku në këtë ditë feste edhe për të përcjellë më shumë inkurajime dhe për të përcjellë kuptimin e vërtet të Pashkës tek gjithë ata që na ndjekin. E vlerësoj që ke marr kohën për të qenë pjesë e Radio Emanuel e programit Muzik Plus në një ditë si kjo për te angazhimeve që ke. Dhe dua të të pyes së pari si ka qenë kjo javë për ty personalisht, për familjen tënde, për kishën, për familjen tënde më të madhe, si po e përjetoni këtë periudhë të Pashkës dhe ditën e sotme patjetër. Duke qenë se është një periudhë festash, edhe ne dim që të gjithë njerëzit në mbar botën janë duke festuar Pashkën, pra ringjalljen e Krishtit. Edhe ne po ashtu me kishën, me familjen, edhe me komunitetin përreth jemi duke festuar Pashkën dhe në fakt ndihet atmosfera kudo. Personalisht kam qenë shumë i angazhuar kohët e fundit, javët e fundit, me udhëtime, me takime, konferenca, edhe nga ana tjetër me kishën shumë përgatitje për këtë ditë themi të veçantë, siç është Pashka. Një falënderim i veçantë do të ishte në fakt për gjithë ata persona që janë pjesë e kishës Fjala e Jetës këtu në Korçë, që për ditë me radhë janë duke u angazhuar për dekorimin e ambientit, për të gjitha aktivitetet që do të ndodhin atje, domethënë edhe realisht ndiem shumë i gëzuar sepse faktikisht unë vetë siç e thash nuk kam qenë këtu në Shqipëri këto javët e fundit, kam qenë në lëvizje dhe kur kam ardhur kam parë që të gjithë skuadra ishte e angazhuar dhe po bënin punën secili në mënyrë të përsosur deri në orë të vona. Edhe kjo është në fakt për lavditë Perëndisë sepse nuk është thjesht të mblidhemi dhe duke dekoruar ambientin, por besoj që ka një ndikim edhe më të gjerë se sa kaq. Patjetër. Për të qenë të gjithë së bashku në një vend ku ndihet ajo atmosfera. Së pari duhet përgatitemi në aspektin shpirtëror, të përgatisim zemrat tona për gjithçka që ne jemi duke festuar, sidomos në ditën e sotme. Është e vërtetë. Nga ana tjetër unë mund të shtoj sepse gjatë tyre ditëve kudo ku kam shkuar kam parë atë atmosferën ku njerëzit kanë qenë duke folur rreth vdekjes Krishtit, ringjalljes së tij, edhe në një farë mënyrë ka qenë si një lloj prekje shpirtërore, personalisht, ku kam parë dhe kam menduar dhe medituar më thellë në lidhje me ringjalljen e Krishtit, kuptimin që ajo ka. Edhe si pastor ose si shërbestar në kish, her pas here ne kthehemi tek ringjallja e Krishtit për ta parë atë më rënjësisht dhe për të kuptuar më thellë kuptimin e vdekjes dhe ringjalljes së Krishtit. Prandaj këto ditë besoj që vlen jo vetëm për ne që shërbejmë në për kisha, punojmë atje duke ndihmuar njerëzit me fjalën e Perëndisë, por unë besoj për njerëzit kudo në mbar botën. Kur vjen kjo fest, ngrihen shumë pikpyetje, edhe unë shpresoj që sot shumë njerëz që do të jenë duke na ndjekur të marrin ndoshta përgjigje për jetën e tyre.
Është e vërtetë edhe ky është që edhe qëllimi, pse jo, për të përcjellë më shumë mesazhe të tilla edhe përmes valëve të radios për gjithë ata njerëz që kanë mundësi për të na ndjekur. Më trego pak si do ta festoni Pashkën në kishën tuaj në ditën e sotme, duke qenë se jemi në ditën e ringjalljes. Zakonisht ne jemi duke zgjedhur ose përzgjedhur disa nga këngët që kanë fokus ringjalljen e Krishtit, triumfin mbi vdekjen, fitoren e Krishtit në kryq, mposhtjen e mëkatit, edhe jeta e re në Krishtin që ne kemi. Pra janë gjitha këto këngë që përzgjidhen nga grupi i adhurimit dhe bashkë me kishën edhe do të jemi duke kënduar, duke adhuruar Zotin ton të ringjallur, pra Jezu Krishtin. Edhe po ashtu do të jemi duke folur sot në orën 5, kur ne bëjmë dhe takimet tona, në një mesazh ku shpall ringjalljen e Zotit, kuptimin e vërtet të ringjalljes së Zotit Jezus, impakti që ajo sjell në jetët e besimtarëve, në jetën e atyre njerëzve që do të besojnë tek ai. Pra, do të kemi disa aktivitete të ndryshme, më pas do të jemi duke kaluar dhe një komitësie me njëri tjetrin si komunitet, do të kalojmë një kohë atje, domethënë duke folur me njëri tjetrin, duke kaluar dhe kohë në fakt sepse tani njerëzit është dhe vështirë të gjejnë kohë për arsye të angazhimeve të shumta që kanë, punëve të tyre, por kjo ditë besoj që secili e gjen momentin për të kaluar kohë më tepër me njëri tjetrin, me komunitetin e besimit. Kështu që sot është një ditë e veçantë për kishën tonë atje. Do të kalojmë një kohë adhurimi dhe nderimi për Zotin. Edhe një kohë feste, patjetër, sikurse e përmendë. Çfarë mesazhi kryesor mendon se duhet të përçojë dita e Pashkës për jetën, por mbi të gjitha edhe për shpirtin tonë? Së pari do të thoya që është besimi në Zotin e ringjallur. Të besosh në një Zot i cili vdiq, por jo vetëm vdiq, por u ringjall. Ndoshta për shumë njerëz, dhe këtu mund të përmend ata që shpallin veten e tyre ateistë, ata janë duke menduar dhe duke bërë pyetje logjike në një farë mënyre, duke thënë, a mundet që dikush që vdes të ringjallet? Edhe përgjigja e natyrshme do të ishte që jo, nuk mundet. Por kur bëhet fjalë për Zotin Jezu Krisht, këtu ka një ndryshim tjetër, ka një ndryshim të madh. Sepse Jezusi nuk ishte një njeri si gjithë të tjerët. Ai ishte një njeri, plotësisht një njeri, por nga ana tjetër ai ishte një person që nuk bëri asnjë faj. Nuk bëri asnjë gabim, nuk bëri asnjë mëkat. Dhe Bibla thotë që vdekja atë nuk mund ta mbante. Vdekja për ta shpjeguar më tepër, është ndarje nga Perëndia. Ky është kuptimi i fjalës vdekje. Vdekje do të thotë ndarje nga Perëndia. Pra jo thjesht një vdekje fizike, por është ndarje nga Perëndia. Dhe kjo ndarje në fakt u bë që në fillim të njerëzimit, kur Eva dhe Adami mëkatuan, ata për arsye të mosbindjes u ndan nga Zoti dhe kjo ishte vdekja. Pavarësisht se e shohim që ata nuk vdiqën fillimisht fizikisht, por vdiqën në anën shpirtërore, në anën frymërore të tyre, dhe kjo krijoi një ndarje midis tyre dhe Zotit. Dhe që në atë kohë, në fakt, shohim që Perëndia i foli Evës dhe Adamit duke i thënë se do të ishte dikush i cili, po e parafrazoj tani, do të plagosej, do të kafshohej themi nga gjarpri, por ai do të ishte personi që me këmbën e tij do ta shkelte kokën e gjarprit, që simbolizon kryqëzimin e Krishtit dhe shkeljen e Satanit ose të gjarprit që Bibla e përshkruan prej këmbëve të Zotit Jezu Krisht. Prandaj kur flasim për thelbin që ka mesazhi i Pashkës, është se ka jetë me Zotin e ringjallur dhe jeta e njeriut nuk përfundon thjesht në një varr, por ka jetë edhe përtej varrit. Dhe këtë në fakt e shfaqi Zoti Jezu Krisht duke shpallur dhe duke thënë se jeta vazhdon për të gjithë ata persona të cilët e besojnë atë. Nga ana tjetër, mesazhi që Pashka përcjell është po ashtu dashuria e pakushtëzuar e Perëndis. Pra ka një mesazh nga ana e Zotit për gjithë njerëzimin
duke thënë se Perëndia i do të gjithë njerëzit pa dallim dhe pa anësi. Pra kjo është një mesazh dhe një lajm i mirë për të gjithë njerëzit. Kur ne flasim për ungjillin ose për lajmin e mirë dhe të gëzueshëm, pikërisht bëhet fjalë për këtë, që Jezusi vdiq dhe dha jetën për të gjithë njerëzit, në mënyrë që kushdo që beson tek ai të mund të marrë këtë jetë që Jezusi ja u fal të gjithë njerëzve me bujari. Duke parë dhe natyrën dhe atmosferën që ne na rrethon, mund të them po ashtu se bizneset të ndryshme, kompani të ndryshme janë duke ofruar në këto ditë të veçante, do thoja, të veçanta feste, janë duke ofruar produkte të ndryshme me çmime të ulta, me ofertë, hajde shiko, ka një ofertë për ju, ka një ofertë të veçantë për ju me rastin e festës së Pashkëve. Edhe kjo është një gjë e mirë, nuk është gjë e keqe në fakt, por ne nuk duhet të harrojmë asnjëherë se oferta e parë që ka ardhur ka qenë nga Perëndia në ditën e Pashkës. Dhe kush ka qenë kjo ofertë? Ka qenë një ofertë pa një kusht dhe pa një shpenzim të askujt, por të gjitha shpenzimet në fakt i bëri vetë Zoti. Dhe cila është kjo ofertë? Oferta që Perëndia bëri në ditën e Pashkës është falja e mëkateve dhe dhurimi i jetës së përjetshme për çdo njeri që beson tek Jezu Krishti. Dhe kjo është një ofertë, do të thoja, që është e vlefshme për të gjitha kohët. Ofertat e kompanive të ndryshme zgjatin me javë ose me ditë, maksimumi nuk e di, ndoshta edhe me muaj, nuk e kam idenë shumë, por oferta që Zoti ka bërë është një ofertë që zgjat përjetësisht, derisa në fakt Krishti të kthehet për së dyti herë. Dhe ai ka premtuar se do ta bëj. Kështu që është një ofertë që është ende aktive. Ende ka shpresë për çdo person që ndoshta nuk ka takuar Jezusin personalisht. Dhe duke qenë se jemi në një radio ku të gjithë njerëzit përreth temi qytetit të Korçës dhe më gjerë, në fakt qytete të tjera, janë duke dëgjuar këtë lloj mesazhi, unë jam duke i thënë tani se oferta e Perëndisë, që është një nga ofertat e para dhe të pastra, të ndershme, të sinqerta dhe të mbushura me shumë dashuri dhe dëmshuri nga zemra e Zotit, janë ende të vlefshme për secilin që është duke dëgjuar. Thjesht mjafton të thonë, unë e dua Zotin Jezus, e besoj që ai vdiq dhe u ringjall ditën e tretë për mua. Dhe pastaj unë besoj që jeta e tij apo e saj do të jetë duke marr kuptimin e vërtetë. Shumë njerëz sot nuk dinë kuptimin e jetës së tyre. Shumë njerëz sot bëjnë pyetje, a ka kuptim jeta? Disa janë duke punuar në forma të ndryshme, disa kanë qëllime dhe vizione në jetën e tyre dhe mirë bëjnë, por arrin në një farpike, pastaj thonë, çfarë ka mbas kësaj? A ka diçka tjetër pas kësaj? Sepse ne patjetër zgënjehemi nga gjithçka që na ofron realiteti, edhe rrethanat, sepse është gjithçka në aspektin personal, edhe na mbush përkohësisht, jo plotësisht ashtu sikurse. Është shumë e vërtetë. Në fakt vetëm pranimi i Zotit ton, Jezus, në jetën tona, besoj do t'japi atë kuptimin e vërtet jetës së çdo njeriu. Prandaj nuk është një ofertë e cila është thjesht t'jep një gëzim të përkohshëm. Është një ofertë e cila kur pranohet jep një gëzim të përjetshëm. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio Urtan për të ndalur edhe më tepër te kjo temë dhe për të përcjellë pse jo më shumë inkurajim për gjithë ata që janë duke na ndjekur në ditën e sotme, por më parë ndjekim këngën Dashuri e Perëndis nga Gloria Nure. Dashuri e Perëndis asnjëherë nuk ka kufi, është e derdhur tek çdo njeri. Kjo e madhe dashuri dhënë përmes Spirit të Tij për të na çuar në liri. Vetëm zemra po të hap, dashuria e Tij do të vi dhe shpejt jeta ime do jetë e Tij. Dorën nuk t'i zgjas atij, ai më merr me dëmshuri, dashuria e Tij nuk ka kufi.
ishte të erdhur tek çdo njeri. Kjo e madhe dashuri dhënë përmes birit të tij për të na çuar në liri. Vetëm zemra po të hap, dashuri e ti do të vi, dhe shpejt jeta ime do jetë e ti. Dorën në ti zjas ati, ai më merr me dhemshuri, dashuri e ti nuk ka kufi. Dashuri e ti nuk ka kufi. Rikthehemi sërish në studio, vazhdojmë të jemi miq drejt për së drejti në valët e Radio Manuel në programin Muzik Plus në këtë ditë speciale, në këtë ditë të Pashkës me Pastor Urtanin për të folur edhe për të përcjell përse jo më shumë mesazhe mbi ditën e sotme, mbi kuptimin e saj dhe nga ana tjetër si ne ta festojmë Pashkën jo vetëm në një ditë të veçantë, por të kemi Pashkë çdo ditë në jetën tonë. Prandaj Urtan, si na fton Pashka të reflektojmë mbi konceptin e ringjalljes dhe të shohim jetën si një mundësi të re për transformim, gjë që është patjetër e mundur vetëm me Krishtin. Pashka në fakt na fton të besojmë se ne nuk jemi të humbur edhe pa shpresë. Pashka na fton të kuptojmë se jeta e secilit prej nesh vlen dhe është e vlefshme në sytë e Perëndis. Pashka është një akt që Krishti bëri, duke sakrifikuar veten e vet për gjithë njerëzit. Dhe nga vetë sakrifikimi që ai bëri për jetën e tij, na tregon se jeta e çdo kujt vlen. Pas here njerëzit e shikojnë jetën e tyre si të pavlerë. A ka vlerë jeta ime? A ka kuptim jeta ime? A duhet që unë të jetoj? Dhe ka shumë njerëz faktikisht që e mendojnë pyetje të kësaj natyre. Unë jam duke i thënë atyre se në fakt jeta e çdo kujt vlen aq shumë sa Jezusi i vdiq në kryq për ata. Domethënë shiko çfarë pamje ka Zoti për jetët e secilit prej nesh. Pavarësisht se ne ndonjëherë si njerëz ne i ndajmë njerëzit në kategori të ndryshme, ky vlen, ky nuk vlen. Ky është i zgjuar, ky është i mençur, ky është i famshëm, ky s'është i famshëm. Ky është i pasur, ky është i varfër. I ndajmë sipas asaj, sipas natyrës tonë. Natyrës tonë, sipas metrit tonë, sipas metrit, po eksakt. Në atë gjuhën popullore. Ne kemi masën tonë të matjeve. Që s'ka lidhje me atë që Perëndia ka një metër tjetër. Metri i Zotit është një metër standard dhe nuk ka anësi, nuk ka dallim. Kështu që kushdo ndoshta që është ndjer i përjashtuar, është ndjer i lënduar, është ndjer fajtor, është ndjer si një person mëkatar. Ka shumë njerëz në fakt që ndjejnë veten e tyre shumë mëkatar. Dhe shumë njerëz nuk vinë tek Perëndia, nuk kthehen tek Krishti, sepse thonë dhe mendojnë se jam shumë mëkatar. Dhe nuk mund të afrohen. Një prej tyre në fakt ne shohim dhe në Bibël ishte Pietri. Ai kur u takua me Krishtin në një moment që Jezusi bëri një mrekulli, tha largohu prej meje Jezus, sepse unë jam mëkatar. Ai kuptoi ndryshimin që kishte midis Krishtit dhe vetë atij, pra Pietrit. Edhe ne disa herë ne mund ta shohim veten tonë shumë mëkatar, shumë larg Zotit. Por faktikisht Perëndia e ka shfaqur thirrjen e tij në Bibël, duke thënë të gjithë njerëzit kanë nevojë për atë. Të gjithë njerëzit kanë nevojë për Zotin. Dhe prandaj ai thotë që un kam ardhur për atë që është i sëmur, jo për të shëndoshët. Jo për ata që janë mirë, domethënë. Mirë, po Bibla e tregon gjithashtu që askush nuk është mirë. Faktikisht Jezusi nuk është se erdhi për të na sjellë ne ose për t'i bërë njerëzit të kenë një jetë më të mirë. Sepse shumë njerëz e pretendojnë që unë jam njeri i mirë. Jam njeri familjar, unë punoj, unë bëj këtë, bëj atë. Jam i përkushtuar. Jam i përkushtuar në familje, nuk i kam bërë keq askujt, vazhdoj të punoj me ndeshmëri dhe këtë. Shumë mirë, kjo është një virtyt shumë i mirë, virtyte të drejta dhe të ndeshme. Por Perëndia me anë të kryqëzimit të Krishtit nuk dëshiron që t'i bëj njerëzit thjesht njerëz të mirë. Ai dëshiron që t'ju jap atyre jetë. Dhe në fakt nuk ka jetë pa ringjalljen e Krishtit. Dhe Bibla thotë që Jezusi është ai që u ringjalli pari prej së vdekurit dhe bashkë me të
do të ringjallet kushdo që beson në emrin e tij. Këtu shpresa, pra nuk kemi të bëjmë thjesht me një transformim të jetës, që kjo po sigurisht do ndodhi në çdo njeri që beson tek ai, por fokusi dhe qëllimi i Pashkës është të japi jetë çdo njeriu i cili ka një ndarje nga Perëndia për shkak të mëkatit që trashëgojmë nga Eva dhe nga Adami. Dhe paga e mëkatit ne dimë që është vdekja, por ama dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme. Prandaj Pashka në vetvete nuk është thjesht të ndryshoj jetët e dikujt nga njerëz të që t'i bëj ata të mirë, por t'ju jap atyre jetë në vetvete. T'ju jap atyre shpëtimin, t'ju jap atyre jetën e përjetshme, siç e thot fjala e Perëndisë. Perëndia po ashtu na fton që të mos dorëzohemi dhe përballë sfidave që ne kemi në jetë. Pashka na jep shpresë se ne mund të gjejmë forcë edhe në kohë vështirësish. Pra nuk është thjesht të jemi njerëz fetar, të bëhemi njerëz fetar, që ne festojmë festat e krishtera. Nuk mjafton vetëm kaq. Ne nuk jemi persona të cilët besojmë ditë të caktuara të kalendarit të krishterë dhe ne themi sa mirë sot kemi Pashkë dhe kaq. Jo, nuk mjafton vetëm kaq. Perëndia në fakt dëshiron që jeta e çdo kujt të marrë kuptimin e vërtet, që njerëzit që janë pa shpresë të kuptojnë dhe të gjejnë shpresën tek Perëndia. Ata njerëz që shikojnë që janë të lënë me njan, ta kuptojnë se Perëndia nuk i la ata me njan dhe Perëndia nuk i braktis ata. Ndaj kemi shumë arsye për të parë Pashkën në një këndvështrim, ndryshe nga çfarë na mëson tradita, kultura, edhe ndoshta çfarë ne shohim po. Dhe ndoshta për gjithë ata persona që janë duke na ndjekur në këto momente, mund të jenë duke përballur me shumë vështirësi, me sfida financiare, me shëndetin, edhe nga më të ndryshmet. Prandaj, çfarë mësimesh praktike mund të nxjerrim nga vetë sakrifica dhe ringjallja e Krishtit, pse jo për të përballuar edhe këto sfidat e përditshme? Praktikisht ne përballemi me shumë sfida në jetë. Edhe siç e the edhe ti pak më parë që njerëzit përballen me sfida ekonomike, shëndetësore, e tjera. Sfidat tona këtu si njerëz nuk përfundojnë. Në vërtet. Por nga ana tjetër, Krishti është ai që vendos atë drejtsinë e Perëndisë. Krishti është ai i cili sjell bekimet qiellore për çdo njeri që afrohet tek ai. Shumë njerëz sot mund të pyesin dhe thonë, un kam besuar dhe un besoj. Është shumë mirë të besojmë. Pyetja ime është, a besojmë vetëm një ditë caktuar? Sot kemi Pashkë, është shumë ditë e veçantë, por a besojmë vetëm sot? A është Pashka vetëm për një ditë? A janë Krishtlindjet vetëm për një ditë? A është marrëdhënia jonë personale me Zotin Jezus vetëm për ditë caktuara, apo kemi një stil jetese që kemi të ndërthurur me parimet, me mësimet e Jezu Krishtit? Këtu është ndryshimi, këtu bëhet diferenca. Tani e kuptoj që shumë njerëz kalojnë sfida të ndryshme në jetë dhe ndoshta pyesin veten apo dhe Zotin. Zot, ku je ti kur un kam sfida? Zot, a i shikon ti problematikat e mia? Edhe me të drejtë mund të pyesin. Por unë besoj dhe shikoj nga ana tjetër që Bibla tregon dhe thot se kushdo që është me Krishtin, që ndron tek dora e tij, asnjëherë nuk do të dështoj, asnjëherë nuk do të zhgënjehet, por do të kaloj përmes dallgëve të ndryshme dhe do të jetë i qëndrueshëm. Nuk do të thotë se nëse ti beson dhe nëse ti je përsëri i lidhur ngushtë me Zotin, me Krishtin, s'do të kesh asnjë sfida, s'do kesh asnjë probleme. Jo, kjo nuk do të ndodhi, por edhe në sfida të ndryshme, edhe në probleme, edhe në çdo lloj situate ku një njeri mund të kaloj kur është bashkë me Zotin, nuk mund të rrëzohet. Dhe ky është mesazhi i Pashkës. Krishti kaloi deri atje ku ai dha jetën. Dhe të gjithë menduan, madje edhe dishepujt e menduan, thanë tani mbaruam. Nuk ka më shpresë, filluan të fshiheshin në dhomat e tyre dhe nuk kishin asnjë lloj mundësie për të dalë hapur të shpallnin. Ne jemi ata që po ndiqnim Jezu Krishtin. Madje Pietri ishte një nga ata i cili tha, nuk e njoh fare kush është ai. Pra kjo është natyra jonë njerëzore, kjo është natyra jonë mëkatare. Por ama kur shohim ditën e tretë, çfarë ndodhi? Ndodhi pikërisht ajo që ishte thënë vetë nga goja e Krishtit, që ditën e tretë biri i njeriu do të jetë duke u ringjallur. Ai do të jetë duke marrë përsëri jetë. Dhe çfarë ndodhi? Ai vërtet u ringjall.
Atë që Jezusi ka thënë me fjalët e tij, me gojën e tij, ato kanë ndodhur, janë bërë realitet. Dhe faktikisht mposhtja e vdekjes është shpresë e madhe për çdo person që beson dhe është i lidhur me Krishtin sot. Sepse kur Krishti mundi vdekjen, ai mund të mundë dhe mund të mposhtër çdo lloj problemi që njerëzit mund të kalojnë, çdo lloj sfide që njerëzit mund të përjetojnë jetën e tyre. Prandaj të qëndruarit ngushtë me Krishtin nuk është thjesht një çështje dite apo fetarizmi. Është një stil jetese ku çdo njeri duhet të ketë një marrëdhënie personale të përditshme me Zotin Jezus dhe kudo ku të kaloj, kudo ku mund të shkoj, ai do të jetë duke triumfuar, duke fituar. Prandaj dhe psalmisti na thotë që edhe sikur të ecja në loginën e hijes së vdekjes, unë nuk do të kisha frikë nga asnjë gjë e keqe, sepse ti je me mua. Imagjino sa shpallje e bukur është, domethënë, kur një psalmist i thur to lavde e Zotit, dhe thot edhe sikur të ecja në loginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë gjë e keqe, sepse ti je me mua. Pra, të dish se Zoti është me ty dhe ti je i sigurt që ai është me ty, do të thotë që ke një shpresë të jashtëzakonshme. Edhe sikur të ecje në loginën e hijes së vdekjes, që është gjë më e keqe që mund të ndodhë, Zoti është me mua, thot psalmisti. Edhe tani unë besoj që kushdo që është duke kaluar në sfida, në probleme, në vështirësi nga më të ndryshmet në jetë, të çdo lloj fushe, kur ai ose ajo do të thotë që Zoti është me mua, ka një shpresë, ka një rrugë, një siguri të jashtëzakonshme. Kështu që ftesa ime do të ishte qëndro pranë Zotit në çdo ditë, jo vetëm ditën e sotme të Pashkës, as në ditë të tjera feste, por qëndro çdo ditë me Zotin. Krijo një marrëdhënie personale me të. Zoti në fakt nuk është kundër askujt. Zoti nuk është në të keqe të jetës së njeriut. Zoti është pro jetës. Dhe pikërisht në fakt këtu është dhe mashtrimi që vjen nga i ligu. Dhe kjo ka krijuar dhe një lloj bindje tek ateistët. Nuk ka perëndi. Si mund të dali dikush thotë nuk ka perëndi? Nga erdhën të gjitha ato gjëra që ne shikojmë. Yjet lart në qiell, toka, planetet, vetë jeta e njeriut, që është kaq komplekse. Si ka mundësi që të gjitha këto erdhen? Nga një shpërthim i madh, thot dikush. Unë nuk dua të paragjykoj shumë pjesën e ateistëve dhe nuk do të ngelem te kjo, por thjesht dua të them se besimi na bën të jemi ngushtë me Zotin, besimi na lidh ne me Perëndin. Ne duke qenë se e dyshuam nga fillimi marrëdhënie, pra Eva dhe Adami dyshuan tek fjala e Perëndis, ata e prishën marrëdhënien me Zotin. Pra për shkak të dyshimit që ata ngritën, me të vërtet ka thënë Perëndia të mos hani nga fruti i ndaluar. Pra ishte një pikë pyetje që e gjarpri ose Satani ngriti tek ata. Dhe ata filluan, dalë të mendojnë pak ndryshe tani. Me vërtet ka thënë Zoti këtë gjë? E mos e s'ka ndonjë gjë nëse ne ham nga ky fruti i ndaluar. Dhe ata hangër nga fruti i ndaluar dhe njeriu u nda nga Perëndia. Dhe tani që të pajtohet njeriu me Zotin, të lidhet përsëri njeriu me Zotin, duhet të lidhet përmes besimit, jo përmes dyshimit. Eva dhe Adami u nda përmes dyshimit. Sot çdo njeri do të lidhet përmes besimit me Zotin Jezu Krisht. Edhe Thomai është një ndër personat në Bibël. Eksakt, është një shembull jashtëzakonshëm. Në kuadër të kësaj që ti sapo je duke ndarë. Edhe Jezusi në fakt i tha Thomait në një moment që mos ki dyshime, Thoma, por vere gishtin tënd tek plagët e mia, ku ka qenë gozhda ime dhe shikoj që jam i gjallë. Dhe atëherë Thomai nuk ngeli gjë tjetër përveç se thoshte Zoti im dhe Perëndia im. Pra një shpallje që zakonisht nuk vjen lehtë nga goja, po nga zemra, po dhe nga mendja e një njeriu. Që ti të shikosh dikë, pra Jezu Krishtin, dhe ti thuash atij Zoti im dhe Perëndia im. Sot shumë njerëz nuk e thrasin dot Jezusin Zot dhe Perëndi, për arsye të ndryshme, doktrinale, teologjike që ata kanë në mendjet e tyre, filozofi të ndryshme. Për shkak të dyshimit, po, ka shumë arsye që e mohojnë në një farë mënyre që ai është Zot dhe Perëndi. Por Thomai kishte një eksperiencë personale në fakt. Edhe ai u dorëzua përpara Krishtit kur e pa atë të ringjallur dhe i tha Zoti im dhe Perëndia im. Dhe unë besoj që për aq kohë sa një njeri nuk arrin të kuptojë që Jezusi është ringjallur dhe nuk e beson dot të gjë, nuk mund të dalë kjo shprehje nga zemra Zoti im dhe Perëndia im. Prandaj ne sot si kish dhe si besimtar të krishterë me gjithë zemër dalim përpara Zotit Jezu duke thënë ti je Zoti ynë, ti je Perëndia ynë, i cili na jep jetë, i cili na jep shpëtim.
Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio Urtan, ku vetëm pas pak do të rikthehemi për të ndalur tek një ndër frikrat më të mëdha që kemi ne si njerëz, edhe patjetër pasiguria për të ardhmen, por mbi të gjitha vdekja është, besoj, frika më e madhe njerëzore për secilin prej nesh. Prandaj do të ndalemi tek kjo temë, e cila është shumë e rëndësishme për të trajtuar njëkohësisht dhe mjaft delikate. Vazhdoni që ndroni në valët e Radio Manuel. Jeni duke ndjekur programin Muzik Plus dhe në këtë moment e ndjekim këngën Çmik na është Jezus Krishti, kënduar nga Petrina Kalaveshi. Çmik na është Jezus Krishti, në shtora sta i nëmro, shprivilegjti shpijen Zoti, çdo gjë që zemrën a lëndo. O, çgësim shumë e largojmë, o, ç'mundim me heqim kohë, vetëm se s'ja bëjmë të njohur, me lutjen tonë të madhitsoj. Kemi nga sjellë mundime, kemi mush me hidhëri, letja bëjmë të njohur Zotin, na durona i gëzi. Gjejmë dot një mik të tillë, tjetër mik si Zotin Krisht. Jo, pra zemrën hap tregoj, ç'të mundon ty kotësi. Në jetën në i ngarkuar, edhe parën nuk mandoj. Ngrilar syt dhe shiko Zotin, vetëm mos mundo më kohë. Të mërzisi njerëzia, nuk të mbeti dhe një mik. Thuaj atë gjitha Zoti, ai është miku më besnik. Të mërzisi njerëzia, nuk të mbet mi dhe një mik. Thuaj atë gjitha Zoti, ai është miku më besnik. Thuaj atë gjitha Zoti, ai është miku më besnik. Rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën tonë me pastor Urtanin dhe unë e përmenda edhe pak më herët. Do të ndalemi tek një temë shumë delikate dhe në përgjithësi frika më e madhe njerëzore është vdekja, e lidhur drejt për drejt me atë që është e panjohur për ne, her pas here dhe me të ardhmen. Prandaj me ringjalljen e Krishtit, cila është siguria që ne kemi përtej saj? Në fakt jemi duke parë se Pashka është një nga ditët e veçanta ku flet për ringjallje dhe faktikisht na tregon se jeta nuk përfundon me vdekjen, siç e thamë edhe më përpara. Pra, është duke vazhduar, jeta vazhdon dhe vdekja nuk është fundi. Duke menduar që vdekja nuk është fundi, këtu na fillojmë themi të marrim atë shpresën, fillojmë të marrim atë kuptimin dhe ndoshta fillojnë mendjet tona të bëjmë më shumë pyetje. Me vërtet, vdekja nuk është fundi? Këtu në fakt është pak është një nga temat më delikate që njerëzit diskutojnë dhe flasin kudo ku njerëzit janë. Një nga pikat që ata diskutojnë her pas here është jeta mbas vdekjes. A ekziston jeta mbas vdekjes? A ka jetë pas vdekjes? Edhe për arsye të pasigurive që njerëzit kanë, patjetër këtu lind edhe frika. Frika e njeriut zakonisht vjen kur nuk ka siguri. Kur nuk ka përgjigje për atë që do të ndodhë më pas.
dhe frikrat vinë në një formë të natyrshme tek jeta e njerëzve. A ka jetë mbas vdekjes? Dhe kjo është ajo frika e madhe që shumë njerëz ndoshta nuk e shprehin, nuk e thon, por një pjesë e tyre e kanë folur, e shprehin, e ndajnë me të tjerë dhe pastaj kemi ato interpretime sipas këndvështrimeve që njerëzit kanë, sipas formimeve të tyre personale. Ne si besimtar kemi fjalën e Perëndisë që është Bibla, e cila flet për këto gjëra. Pra ne nuk jemi të paditur në këtë drejtim, por Zoti na ka shpjeguar dhe na tregon se jeta mbas vdekjes ekziston, si për atë që është i drejtë, si për atë që është dhe i padrejtë, por ka një ndarje mbas kësaj, dhe Bibla e përshkruan si feri ose parajsa. Në fakt zemra e Zotit nuk është që njerëzit të dënohen në ferr, zemra e Perëndisë është që të gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të vinë në pendim, thot fjala e Perëndisë. Pra, jo pa qëllim ne shohim dhe Krishtin që u kurrëzua. Krishti në fakt është pashka jonë. Edhe për këtë arsye ne kemi atë shpresën e madhe, sepse e dim që Zoti dëshiron që njeriu të ketë atë jetën e përjetshme, jo një jetë e cila përfundon diku. Edhe ka të tjerë që thonë jeta është çfarë ne shohim këtu në tokë dhe kaq mbaron pastaj. Në fakt, gjithë kjo jetë që ne shohim këtu, edhe gjithë këto gjëra që Perëndia ka bërë, janë një dëshmi e gjallë se dikush që është autor inteligjent, mbi njerëzor, ka krijuar të gjitha këto gjëra. Dhe tani, nëse ne mendojmë kështu, a mund ta lindte jetën të ishte kaq e shkurtër, kaq e vogël? Kjo do ishte e pamundur. Por do të themi ne këta ndoshta mendimet tona personale. Okej, të mos ngelemi tek mendimet tona. Unë besoj që fjala e Zotit na shpjegon me detaje. Unë do të tregoj një histori që ndodhi në fakt në ditën e ringjalljes së Krishtit, ku ishin disa gra, të cilat e ndoqën Krishtin, ndoqën jetën e tij, shërbesin e tij, ishin mbas tij, kishin marrë çlirim nga Jezu Krishti në jetën e tyre, kishin provuar fuqinë e Perëndisë në jetën e tyre po ashtu. Por kur vjen temi puna tek ringjallja, tek jeta mbas vdekjes, nuk e kishin shumë të qartë. Dhe këtu ka një pikpyetje po ashtu dhe për këta njerëz që ishin afër Krishtit, duke ndjekur, duke parë edhe dishepujt, por dhe këto gra që ne shikojmë në këtë rast në Bibël, ku do lexoj tek Ungjilli i Lukës kapitulli 24, nga vargu i parë dhe në vazhdim thotë kështu: Tani ditën e parë të javës, shumë herët në mëngjes, pra që i bie dita e diel, siç jemi sot, dita e parë e javës fillonte me të dielën në fakt. Ato thotë erdhën tek vari, duke sjell erërat e mira të përgatitura dhe gra të tjera bashkë me to. Dhe gjetën gurin të rrokullisur nga vari, dhe kur hynë, nuk gjetën trupin e Zotit Jezus. Tani, nëse shikojmë në këto vargje, të para shikojmë që këto gra po bënin ato ritualet e tyre. Jezusi ka vdekur, është vendosur në këtë var, tani ne na duhet të shkojmë atje dhe të përgatisim trupin e tij, pra të bëjmë to traditat, ritualet e një varimi, të një vdekje. Dhe donin ta lyenin trupin e tij me këto erëra, me këto vajra që këto kishin si me vete. Tani, fakti që këto kishin ardhur të përgatitura kaq mirë tregon se nuk kishin besimin se atë do ta gjenin të ringjallur. Siç ai kishte thënë. Siç ai kishte thënë, pra siç ai kishte folur përpara. Por ato mendonin, ai vdiq, bëri shumë mirë përpara. Ishte një njeri shumë i mirë, ishte një njeri që shëroi, ishte një njeri që na bekoi ne, por tek ringjallja nuk e di nëse ka një gjë të sigurt apo jo. Kështu që le të bëjmë ritualet tona. Le të shkojmë tek trupi i tij i vdekur. Pra, ecja e tyre tek vari të përgatitura në këtë lloj forme me erëra dhe me këto vajrat tregon se po shkonin për të gjetur atje trupin e Jezu Krishtit të vdekur. Por me çfarë u përballën atje? Thotë që dhe ndodhi që ndërsa ishin shumë të hutuara nga kjo, ja dy burra të veshur me rroba të ndritshme ju qëndruan pranë atyre. Dhe mbasi ato të trembura e mbanin fytyrën të përkulur për dhe, ata u thanë: "Çe kërkoni të gjallin midis të vdekurve?" Tani shohim dy burra që ishin atje tek vari, që shkëlqenin të ndriçuara, pra rrobat e tyre ishin të ndriçuara. Dhe pyetja e tyre interesante në këtë rast, do të thoja unë, është se çe kërkoni të gjallin midis të vdekurve? Pse kërkoni të gjallin, atë që është i gjallë e kërkoni në varr? Pse kërkoni Jezusin, ta gjeni atë të vdekur? Jezusi nuk është i vdekur, ai është i gjallë. Edhe prandaj them se
E shumë njerëz sot ende mund të thonë, unë besoj tek Perëndia, ka një Zot. Unë jam një person besimtar që ndjek disa rituale, praktikoj besimin tim, her pas here, sipas ditëve dhe festave. Por kur vjen puna tek ringjallja, tek jeta për te vdekjes, këtu kanë pika dyshimi. Nuk janë të sigurt, nuk kanë shpresë. Dhe kjo pastaj sill atyre ankth, i sjell frikë, i sjell shumë pasiguri dhe shumë gjëra të tjera. Këto grane i shohim në të njëjtën situatë dhe këto u përballen me këta dy burra që besoj që kanë qenë ëngjël nga Perëndia, të cilët i thanë asaj atyre grave, pse kërkoni të gjallin midis të vdekurve. Pra, një shpallje e jashtëzakonshme e ringjalljes së Zotit Jezus. Dhe kjo na tregon po ashtu ne që si njerëz të këtyre kohëve, të këtyre viteve, nuk kemi nevojë të kërkojmë për Jezusin në vende të vdekura. Nuk kemi nevojë të rëmojmë në ato gjëra në cilat janë njerëzore. Traditat njerëzore, ritualet njerëzore. Ne kemi nevojë ta kërkojmë Jezusin të ringjallur. Kemi nevojë ta shikojmë Jezusin që triumfoi mbi vdekjen, mbi varrin. Dhe në këtë forme ai do të rilindë dhe do të ringjallet, do të thoja unë, në zemrat tona. Do të ketë jetë brenda nesh kur ne shikojmë Jezusin e ringjallur. Kur ne e pranojmë Jezusin e ringjallur, ne pranojmë fitore, ne pranojmë një jetë të ri për të rirë, të jetës tonë po ashtu. Sepse nuk besojmë thjesht tek një person i cili ishte një profet apo bëri një vepër apo disa vepra të mira për njerëzit, për popullin dhe kaq. Jo, Jezu Krishti është ai që e mundi vdekjen një herë për gjithmonë. Dhe ai fitoi mbi fuqinë e vdekjes. Prandaj, secili nga ne sot ka arsye për të mposhtur frikën dhe çdo lloj emocioni apo ndjenje negative që mund të kenë. Tani ne mund të kemi një besim praktik, duke pasur po ashtu një jetë sipas stilit të Jezusit. Jezusi tha që falini ata që bëjnë gabime kundër jush. Cili është thelbi i Pashkës në vetvete? E thash dhe më përpara, shohim shumë njerëz sot të cilët praktikojnë, festojnë në ditën e Pashkës, bëjnë rituale të ndryshme, shumë mirë. Nuk po them se është keq të bësh festa apo të kesh disa lloj tradita të mira në lidhje me të festuarit të Pashkës. Çështja është ndryshe këtu tani. Apo bëjmë ne një jetë sipas pëlqimit të Zotit? A kemi ne një jetë që lidhet ngushtë me mësimet e Krishtit, me parimet që ai na lanë në fjalën e tij? Edhe unë mendoj tani se ne kemi nevojë që të falim. Ka shumë njerëz sot kanë probleme me faljen. Jezusi në kryq, krahët hapur, i munduar, i turpëruar, i përbuzur në mënyrë, çfarë them, ishte një vdekje të mërshme. Ishte një nga vdekjet më të tmerrshme. Po, atje ishin në fakt në kryq dënoheshin kriminalët. Ishte vendi për kriminalët, edhe ta imagjinosh që një njeri pa faj u vendos në atë kryq. Pra jo thjesht një vdekje e mundimshme, por një vdekje shumë e turpshme. Po. E ngritën në majtë të kryqit duke treguar se është një kriminal. Edhe në pas reagimet e turmës të cilat ishin... Absolutisht, ishin shumë të ndikuar nga, unë besoj, nga frymrat e këqija, absolutisht, sepse normalisht të thuash për një person që shëron, çliron, bën mirë, shumon bukët, jep të varfërve të hanë, pranon fëmijët, pranon gjithë njerëzit pranë vetes, edhe bëri gjithë ato vepra të fuqishme dhe të mira. Dhe në fund thonë të kryqëzohet, pra kur i shtruan ato shtrojet e tyre që ai të kalonte mbi to, dhe bërtisnin hosana me të madhe, dhe kur pastaj ndodhi që thanë të kryqëzohet. Pra kjo është natyra jonë njerëzore. Kjo është natyra jonë njerëzore, është natyrën vërtet mëkatare. Prandaj kemi nevojë për një shpëtimtar, prandaj kemi nevojë për një person të përsosur të jetë tek ne, sepse ne vetë me forcat tona ne nuk mund të ndryshojmë jetën tonë. Prandaj dhe kur flasim për të ndryshuar stilin tonë të jetesës dhe për të pasur një jetë sipas pëlqimit të Zotit, ne këtë gjë ne vetë nuk e bëjmë dot. Ne kemi nevojë për të qenë të lidhur ngushtë me Zotin Jezus. Dhe ai prandaj thotë tek fjala e tij tek Ungjilli i Gjonit që kush është lidhur tek unë ose kush qëndron tek unë,
do t'i japi shumë fryt, sepse pa mua thot nuk mund të bëni asgjë. Edhe vërtet ne pa Krishtin nuk mund të bëjmë dot asgjë. Mund të bëjmë shumë, por nuk ka asnjë lloj kuptimi. Faktikisht vdekja e Krishtit është një ngjarje jashtëzakonshme, sepse ne shikojmë se si ai na mësoi edhe në lidhje me pjesën e dashurisë. Kur ne shikojmë për dashurinë e vërtet, pyetje të mëdha vijnë. Çfarë është dashuria? Si është dashuria? Shumë njerëz shkruajnë mbi dashurinë, filozofë të ndryshëm e tjera kanë folur dhe flasin ende për dashurinë dhe kanë interpretimin e tyre. Në fakt, Bibla thotë që s'ka dashuri më të madhe se sa dikush t'i japë jetën e tij, por jo vetëm jetën e tij, por për ata që ishin në kundërshtim me të. Pra jo për ata që e donin atë, Për armiqt. por edhe jetën për armiqtë. Tani imagjino çfarë lloj dashurie kishte Krishti në jetën e tij, në zemrën e tij. E çfarë tregon e gjithë kjo për dashurinë, për faljen, për mënyrën se si ne duhet jetojmë jetën tonë me të tjerët, urtan? Po, kjo tregon diçka. Ne kemi nevojë të shohim jetën e Krishtit si shembullin ton kryesor që ne duhet të ndjekim. Dhe duke parë se si ai veproi, se si ai jetoi, ne duhet të lëmë njanë natyrën tonë, ndjenjat tona egoiste, edhe natyrën tonë mëkatare, duke i thënë vetes dhe duke i mësuar veten që shiko, ne duhet të falim, edhe kur ndoshta nuk e ndijmë të falim. Ne duhet të duam, ndoshta edhe kur nuk e ndjejmë se duhet të duam. Sepse në fakt dashuria dhe falja nuk është vetëm çështje ndjenje, është çështje vendimi. Unë do të dua apo dua të urej. Çfarë ushqejmë më shumë? Po pikërisht kjo është, dhe tjetra është se nëse ne nuk duam, nëse ne nuk falim, faktikisht nuk po dëmtojmë të tjerët, por po dëmtojmë veten tonë. Sepse duke mos falur, ne largohemi nga prania e Zotit. Duke mos dashur, ne largohemi nga marrëdhënia jonë me Perëndin. Dhe kjo nuk i sjell keq tjetrit, por na sjell keq ne. Dhe për këtë arsye ne do të jemi persona të cilët falin të tjerët. Kemi mjaft shembuj në fakt në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë, për njerëz që kanë falur ndoshta gjëra që për ne njerëzit janë të pafalshme. Dhe unë them, ku e kanë gjetur këta njerëz forcën? Ku e gjen këta njerëz fuqinë për të falur, ndoshta ato gjëra që ne themi nuk falen. Ne kemi ato shprehje të bukura, falja është hynore. Po vërtet është hynore, por ama a kemi provuar ne të falim? Apo falim aq sa ne mund të falim? Këtu është ajo diferenca në fakt që do të bëjmë. A falim ato që falen, apo falim ato që ndoshta thuhet nuk falen? Dhe në fakt fuqia e faljes është kur një person kalon limitin e asaj. Dhe Krishti tha fali o atë sepse këta nuk dinë çfarë bëjnë. Dhe Jezusi fali ata që po e vrisnin atë. Kështu që nëse ka njerëz të cilët na sulmojnë, nëse ka njerëz që cilët duan të keqen jetës tonë, përgjigjja në këtë rast nga ana jonë nuk do të jetë akmarrja, as sulmi ndaj tyre, por duhet të jetë falja. Dhe atëherë ne do të kemi shërim, atëherë do të kemi atë ringjalljen e shpirtit ton, triumfin e shpirtit ton mbi të keqen. Bibla po ashtu thotë që munde të keqen me të mirën. Jo munde të keqen me të keqe, por munde të keqen me të mirën. Ky është parimi dhe mësimi që vjen nga fjala e Zotit. Dhe ne dimë që Perëndia është i gjithdijshëm dhe është më i mençuri. Dhe nëse ai thotë kështu, do thotë që kjo është më e mira. Por ne si njerëz ndonjëherë lëm mendimet tona, natyrën tonë të veprojë dhe si pasojë sillemi sipas ndjenjave. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak në studio për të ndalur edhe tek diçka e fundit, por në këtë momente shkëputemi për të ndjekur këngën Jam në shtëpi me Atin, kënduar nga Marcel Fieranj. Në balkë më gjetë Zot, në vendin ku më kishte lënë kjo botë, mu afrove prapë dhe më thire jeto sërish, unë ngrita Zot, sepse mora jen nga ty, për dore ti më more, më solle në shpi, jam në shpi me Atin, asgjë nuk më mungon,
shtëpi me ati, dashuria tim rrethon. Jam në shtëpi me ati, frika nga unë ka ikur. Jam në shtëpi me ati, në kratë e tim ndjemi sigur. Atje më erësi, ti erdhe mua më kërkove, në emoti më thire, me dashuri nga barta nxore, gjithë në qelë festua, se isha ju mbur por u gjeta, shpi me atin jam, një jetë të redhun kam, jam në shpi me atin, asgjë nuk më mungon, jam në shpi me atin, dashuria tim rrethon, jam në shpi me atin, frika nga unë ka ikur, jam në shpi me atin, në kratë e tim ndjemi sigur, jam në shpi me atin, asgjë nuk më mungon, jam në shpi me atin, dashuria tim rrethon, jam në shpi me atin, frika nga unë ka ikur, jam në shpi me atin, në kratë e tim ndjemi sigur. Amen, 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 amen. Në qelën kam një vend të bler. Amen, 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 amen. Me atin do jetoj për jetë. Amen, 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 amen. Në qelën kam një vend të bler. Amen, 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 amen. Me atin do jetoj për jetë. Jam në shtëpi me atin, asgjë nuk më mungon. Jam në shtëpi me atin, dashuria tim rrethon. Jam në shtëpi me atin, frika nga unë ka ikur. Jam në shtëpi me atin, në kratë e tim ndjemi sigur. Jam në shtëpi me atin, asgjë nuk më mungon. Jam në shtëpi me atin, dashuria tim rrethon. Jam në shtëpi me atin, frika nga unë ka ikur. Jam në shtëpi me atin. Jam në shtëpi me atin nga Marcel Firani, është kjo kënga e tij më e fundit e cila na rikthen në studion e programit Muzik Plus, ku në këto momente Urtan dua të të pyes se cili është një mesazh i fundit për gjithë ata që janë duke na ndjekur në këtë ditë të Pashkës dhe urimi jot për dëgjuesit. Mesazhi im do të ishte për gjithë dëgjuesit e Radio Emanuel të festojnë Krishtin e ringjallur duke e bërë pjesë të jetës së tyre dhe duke e marrë të ringjallje po ashtu si një ringjallje personale të jetës së tyre, të ngritjes lart përtej problemeve, përtej vështirësive. Edhe ne kemi premtim nga Perëndia që njerëzit që do të besojnë tek Perëndia do të ngrihen përsëri lart, duke ecur pa u lodhur, duke vrapuar pa u lodhur dhe duke u ngritur me krahas si shqiponja. Ky është premtimi që vjen nga Zoti për të gjithë ata njerëz që në fakt besojnë tek Jezu Krishti. Edhe realisht them se pasi ta kem provuar, do të shohin se bekimi i Zotit do të jetë në jetën e çdo personi kur ata e besojnë Krishtin, që ai vdiq për ta, por edhe u ringjall ditën e tretë. Kështu që urimi im do të ishte gëzuar Pashkën të gjithëve. Uroj që paqja, dashuria dhe ringjallja e Krishtit të mbush zemrat tuaja, edhe Perëndia të bekojnë në çdo aspekt të jetës të gjithë familjet tona shqiptare, të cilat në fakt me besimin te Krishti do të kenë shpresën e vërtetë. Jo një shpresë të çastit, të përkohshme, por një shpresë të përjetshme. Është i vetmi në fakt që jep jetë dhe është i vetmi që sjell shpresë.
dhe ai është Zoti Jezu Krisht i ringjallur prej së vdekurish. Urtan, falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme, që kisha mundësinë për të qenë pjesë e Radio Manuele programit Muzik Plus në këtë Pashkë. Të uroj gëzuar Pashkën ty, familjes tënde dhe uroj të jetë një kohë e bekuar për kishën tuaj në këtë pasdite kur ju keni edhe takimin e ditës së sotme. Faleminderit shumë Kela për ftesën, gëzuar Pashkën edhe ju. Ne do të shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore. Vazhdoni që ndroni në valët e Radio Manuel, jeni duke ndjekur programin Muzik Plus.